Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lidin. Dua sot pra jush të risjell në vëmendje edhe një herë një ditëlindje të bukur që mori një vëmendje të bukur, ëh. Publiku shqiptar ka qenë i fokusuar, e gjithë mendja ishte tek Greta, tek ditëlindja e saj, prezenca e Vjerit pikërisht në ditëlindje, prezenca e Selin, do me thënë njerëz të cilët vërtet kanë bërë që Greta të jetë e lumtur dhe shumë e gëzuar. Një mision i realizuar, unë do ta quaj takimin e Selinës me babain dhe ardhjen e babait të Selinës në Shqipëri, do ta quaj një mision të realizuar. Do me thënë zotria e Toni ka realizuar një mision shumë të bukur, një mision që e kishte ëndër. Selina sakrifikoi për familjen, hyri në Big Brother, luftoi pafund, duroi gjithçka vetëm që ta fitojë atë çmim të madh dhe ta nxjerrë në dritë edhe në pa familjen e saj, do me thënë ta bekoi familjen e saj. Dhe kjo gjë i dha Selinës një anë të bukur të medaljes, do me thënë i dha Selinës një anë të çmuar të medaljes së saj. Sa bukur natën e mbrëmshme kur familja Bollati festonte shumë e gëzuar. Në fakt çuditem nga disa që shkruajnë pse Greta ka përzgjedhur që të bëjë ditëlindje kaq të madhe, pse në restorant ajo nuk bën një dasëm, ajo është thjesht një festë, duhet të jetë një festë më e vogël. Do të thënë ka patur komente të ndryshme sepse gjithmonë ne shqiptarët atë punë tim ne dim të futemi në punë të huaja. Huntën e përdorim për të futur në punë të huaja. Por fatmirësisht arritëm të kuptojmë që kjo festa ishte me dy medalje, do me thënë në këtë fest kaq të bukur kishte dy arsye për të festuar. Fillimisht një herë ditëlindja e Gretës, një ditëlindje e bukur, e bekuar me shumë dashuri, dhe ardhja e babait të Selinës në Shqipëri pas shumë vitesh, do me thënë rikthimi i zotri Jetonit e bëri që Selina të jetë në qendër të vëmendjes dhe Selina ta shijoj edhe një herë ngrohtësinë e babait. Në disa video, në fakt që janë shfaqur në rrjetet sociale, pash lumturi në familje, do me thënë atë lumturi që Selina gjithmonë e thonte, atë lumturi që Selina i kishte munguar, e pash zotëri Jetonin teksa po argëtohej me vajzën edhe me nusen e tij, e pash nënën të Selinës që ishte shumë e lumtur dhe e bekuar në familjen e saj, në atë kontribut të madh që ka dhënë për familjen, dhe gjithashtu e pash edhe onën që festonte i gëzuar. Do me thënë ishte një mrekulli, ishte një armë e bukur që në fakt i dhuroi familjes një mesazh fantastik dhe e bëri momentin që të jenë të argëtuar edhe të kënaqur. Ku ka më bukur se sa të festojmë familjarisht? Unë uroj të gjitha të mirat zotëri Jetonit dhe shpresoj që jeta t'i shkojë kështu mbar siç e pam në ditën e djeshme në video.